One Albania po kalon një nga periudhat më problematike që prej bashkimit me Alp Telekom. Abonentët raportojnë ndërprerje të telefonatave, mungesë interneti, probleme me faturimin, përgjigjet vënuara nga shërbimi i klientit dhe vështirësi në mbylljen e kontratave. Në mars 2026, mira përdorues mbetën për disa orë pa telefoni dhe internet. Kompania pranoi problemin dhe kërkoi ndjes, por nuk publikoi një raport teknik që të shpjegonte shkakun, numrin e abonentëve të prekur dhe masat që mori për të shmangur përsëritjen. Një ndërprerje të One Albania nuk përbën vetëm një konflikt mes një biznesi dhe klientëve të tij. Kompania kontrollon mbi gjysmën e tregut celular sipas të dhënave të publikuara nga vetë grupi 4G. Ajo zotron edhe pjesë të rëndësishme të rrjetit fiks, fibrës optike, transmetimit të dhënave dhe infrastrukturës së Alp Telekomit. Kjo poziti jep çdo problemi teknik ose financiar pasoja kombëtare. Rrjeti u shërben qytetarëve, bizneseve, bankave, institucioneve publike dhe shërbimeve që kërkojnë komunikim të pandërprer. Shteti nuk mund ta trajtojë këtë situatë si një problem të zakonshëm tregtar. Rreziku rritet për shkak të zhvillimeve në Hungari. Qeveria e kryeministrit Peter Magjar ka urdhëruar kontrollin e të gjitha marrëdhënieve financiare dhe kontraktore mes shtetit hungarez dhe grupit 4G. Kontrolli përfshin marrëveshjet, financimet dhe transferimin e aseteve strategjike gjatë qeverisjes së Viktor Orbanit. Njoftimi uli me 11% vlerën e aksioneve të 4G në bursën e Budapestit. Autoritetet hungareze nuk kanë shpallur fajtor grupin 4G. Vetë kompania deklaron se i ka lidhur marrëveshjet në përputhje me ligjin dhe se do të bashkëpunojë me kontrollin. Megjithatë, Shqipëria nuk mund të presë rezultatin e hetimit hungarez për të mësuar nëse problemet e kompanisë më rrezikojnë operatorin shqiptar. 4G ka ndjekur një strategji zgjerimi të mbështetur te blerjet dhe borxhi. Në mars 2024, grupi raportonte rreth 890 miliardë forinta borxh neto. Institucione publike hungareze kanë financuar drejt për drejt ose tërthorazi disa prej operacioneve të tij. Shqipëria duhet të di nëse aksionet, asetet, të ardhurat ose infrastruktura e One Albania garantojnë detyrime financiare të grupit. AKEP duhet të urdhërojë një auditim të pavarur teknik. Ekspertët duhet të kontrollojnë kapacitetin e rrjetit, investimet e kryera pas bashkimit, mirëmbajtjen, sigurinë kibernetike, rezervat energjetike dhe planet për vazhdimsinë e shërbimit. Autoriteti duhet publikojë rezultatet, jo të mjaftohet me të dhënat që i raporton vetë operatori. Kontrolli duhet të përfshijë edhe kontratat me abonentët. Kur kompania nuk ofron shërbimin e paguar, ajo duhet i kompensojë automatikisht përdoruesit. AKEP duhet të përcaktojë kohën maksimale të ndërprerjes, mënyrën e llogaritjes së dëmshpërblimit dhe detyrimin për njoftim publik. Abonenti nuk duhet kalojë disa ditë duke telefonuar numrin 123 për të kërkuar kthimin e parave të veta. Autoriteti i konkurrencës duhet të rishikojë pasojat e bashkimit mes One Telecommunications dhe Alp Telekom. Ky operacion e uli numrin e operatorëve celular nga 3 në 2. Tregu shqiptar mbeti në duart e One Albania dhe Vodafone Albania. Një strukturë e tillë kufizon mundësitë e abonentëve për të larguar kur një operator rrit tarifat ose ul cilësinë. Qeveria duhet të përgatisë edhe një plan për vazhdimsinë e infrastrukturës strategjike. Ky plan nuk nënkupton konfiskim, shtetësim arbitrar ose ndërhyrje në pronën private. Ai duhet garantojë funksionimin e rrjetit nëse kompania përballet me krizë financiare, konflikt pronësie, sulm kibernetik ose bllokim të menaxhimit. Shteti shqiptar lejoi që një kompani vetme të merrte në kontroll One Telecommunications dhe Alp Telekomin. Institucionet miratuan transferimin e frekuencave dhe bashkimin e rrjeteve. Tani ato mbajnë përgjegjësi për të kontrolluar nëse pronari po investon, nëse abonentët marrin shërbimin që paguajnë dhe nëse problemet e grupit në Budapest mund të kalojnë mbi rrjetin shqiptar. One Albania nuk administron vetëm kartasim. Ajo kontrollon një pjesë të sistemit nervor të vendit. Qeveria, AKEP dhe autoriteti i konkurrencës duhet veprojnë para se një problem i kompanisë të kthehet në problem të Shqipërisë.